Jo, në fakt, ju bëni fushat në qarkun e Dibrës. Cilat janë disa nga problematikat kryesore që ata ngrenë? Sigurisht qarku i Dibrës edhe jo vetëm qarku i Dibrës, por shumë qarqe të tjera në Shqipëri e vuajnë varfërinë. Patjetër, është një nga problemet edhe diskutimet më po quajmë më të forta, po edhe të krijon dëmshuri kur diskuton numrin e madh të qytetarëve që trajtojnë mendime ekonomike, papunësinë, rënje nivele drastike të prodhimit bujqësor, blegtoral edhe të frutikulturës kryesisht në Dibër, Mat, Bulqiz. Kështu që këto janë problematika që kanë krijuar edhe kanë shtyr emigrim masiv të popullatës edhe sido kryesisht rinis. Edhe këtu, duke parë programin e Partisë Demokratike me miratimin e minimumit etik si thelbin e kësaj fushate do ta quaj unë, si detyrim kushtetues për çdo individ, që në asnjë rast as mos përdoret, pas mos ketë asnjë lloj mundësie që të hiqet ose të vjet në bazë të humorit të kryetarëve të bashkive apo të punonjësve të bashkisë për interesa elektoral. Pra, kjo do vendoset një herë dhe nuk do lëviz më, dhe nuk do përdoret minimumi etik apo asistenca apo ndihma ekonomike si sot për të kërcënuar familje apo persona në nevojë që më votoni mua për në të kundërt unë do e heq. Patjetër, në Shqipëri çfarë do të thonë? Është rëndomt kjo, kemi hasur. Po shumë rëndomt edhe është shumë bajate dhe aq sa më shumë diskutojmë edhe më keq ndjehemi. Tani këta arrin deri atje sa jo një person që trajtohet mendime ekonomike, por një pensionist i thonë që nëse nuk voton Partinë Socialiste do të hiqet pensioni. Pra është një fushat elektorale e pamoralshme që vazhdon, thuaj jemi në vitet 1960. Sigurisht, por patjetër që do të keni parë edhe fushatën e kampit tjetër politik atje. Me çfarë përmbyti shkojnë atje? Pasi ne shohim çdo ditë kryeministrin Edi Rama nuk ka asnjë program dhe të vetmet pika që ka bërë publike janë pikat e Partisë Demokratike, që ka bërë edhe vjedhjen e programit. Çfarë mund t'ju ofrojë Partia Socialiste sot qytetarëve të Dibrës? Pas 12 vitesh regres, pas 12 vitesh situate të rëndë ekonomike, nuk ka çfarë ofron. Dhe këtë situatë e ka krijuar në 3 fushata pa asnjë lloj programi dhe shoh dhe do përsëritet e njëjta situatë. Pra, gjëja e vetme që Partia Socialiste bën është thjesht mbyllja në zyra e punonjësve të bashkive apo punonjësve të administratës shtetërore, kalkulimi i numrave, sa persona keni ju, sa persona ka dikush tjetër, dhe nëse një punonjës nuk plotson numrin e caktuar që kërkohet nga partia, ai ose shkarkohet nga puna ose do vjen presion të vazhdueshëm derisa ai të plotësoj këtë numër që ata mendojnë se e kanë. Pra është kthyer një situatë vërtet banale, histori numrash, pa asnjë projekt, pa asnjë program, asnjë premtim, por edhe s'ka çfarë të premtojnë më. Pra premtimet e para dhe të fundit kanë qenë 2013 dhe i mbajmë gjithë mend premtimet për heqjen e TVSH-s, ushqimeve bazë, heqjen e TVSH-s edhe punë ku larguam që atëherë s'kemi dëgjuar më premtime, kemi dëgjuar vetëm tepsin, kemi dëgjuar timonin, tani kam del me një pasaportë në dorë, pasaporta europiane thotë, pas 11 majit. Normal që në shakata veta do gjej dhe shakan e pasaportës, ndërkohë që shqiptarët janë të lirë dhe e thonë dhe vetë kur i takon që nuk kemi nevojë sepse mund të ikë, mund të shkojmë, mund të themi kur duam dhe si duam. Pra është, unë personalisht e shoh si të dorëzuar, edhe ajo që neve na takon është që programin elektoral të Partisë Demokratike ta qartësojmë me zgjedhësit dhe ato premtime, këtë program që ne paraqesim para tyre, ata që do zgjidhen deputet, unë nëse do zgjidhesh të deputet i parlamentit, të premtonim edhe të garantonim që ky program do realizohet dhe unë besoj që do realizohet pasi është shumë programi më i mirë 34 viteve të fundit në Shqipëri.